Shtrenjtësimi i ushqimeve. Çmimi i grurit dhe i bukës po rritej dita ditës në Medinë. Të gjithë njerëzit ishin shumë të shqetësuar nga kjo gjendje. Ai që nuk e kishte siguruar bukën e vitit, po përpiqej ta siguronte, kurse ai që i kishte siguruar, ishte i detyruar të ruante rezerva. Kishte edhe njerëz të cilët ishin të detyruar që ushqimet dhe rezervat e tyre t'i blinin për ditë në treg. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, pyeti Mateebin, financierin e shtëpisë së tij: "A kemi grur si vjet në shtëpi?" "Po, o biri i profetit," u përgjigj Mateebi. "Kemi aq grur për disa muaj." "Mirë, merre grurin dhe nxirre në treg e shite për popullin." "O imam i nderuar, gruri në Medinë është paksuar shumë. Po të shesim këtë grur që kemi, atëherë nuk kemi ku të gjejmë tjetër që të blejmë." "Bëj ashtu siç të thash," i tha imami. "Nxirre të gjithin për popullin." Mateebi ju bind urdhrit të imamit. E shiti grurin dhe erdhi t'i thoshte imamit: "Bukën e shtëpisë, që sot fillo ta blesh ditë për ditë në treg," i tha imami. "Buka e shtëpisë sime nuk duhet të ndryshoj nga buka që përdorin të gjithë njerëzit. Buka e shtëpisë sime duhet të jetë gjysmë grur e gjysmë maja. Unë, fal Zotit, kam mundësi që shtëpinë time ta drejtoj si më mirë deri në fund të vitit me bukën e grurit. Por nuk e bëj këtë punë me qëllim që përballë fronit hyjnor të respektoj çështjen e ruajtjes së masës."